Dëmtimi dramatik i segmentit të rrugës kombëtare Librazh-Porrinjas në zonën e arrave të Dragostunjës po merr përmasa me pasoja të rënda infrastrukturore dhe socio-ekonomike, duke paralizuar pjesërisht jo vetëm qarkullimin, por edhe jetën e përditshme të një pjese të konsiderueshme të vendit. Kjo arterie strategjike që lidh kryeqytetin me Juglindjen tashmë është kthyer në një pikë kritike kombëtare prej disa ditësh, ku autoritetet rrugore shqiptare dhe të gjitha strukturat shtetërore janë në alarm të plot për të gjetur jo vetëm një zgjidhje emergjente për zhbllokimin e situatës së paprecedent, por edhe një zgjidhje afatgjatë të qëndrueshme. Burimet nga grupet teknike konfirmojnë se diskutimet kanë vijuar nga pasditja e djeshme deri në mesnatë, ndërsa edhe sot paradite pritet një tjetër tryezë intensive me inxhinierët më të mirë të projektit rrugor në vend. Aktualisht, në tryezën e diskutimeve përçarkullon seriozisht edhe ideja e devijimit të projektit ekzistues. Sipas burimeve, shumë shpejt mund të merret një vendim për anullimin e përhershëm të punimeve në segmentin aktual, për shkak se zona ka shfaqur gjatë gjithë muajit paqëndrueshmëri të theksuar gjeologjike, duke e bërë investimin me risk të lartë edhe në të ardhmen. Në ditët në vijim, pritet të kryhet një vlerësim i thelluar tektonik dhe gjeodinamik i gjithë zonës ku po realizoheshin punimet nga kompania NK-SHPK. Ekspertiza do të përcaktojë nëse territori përbën rrezik përhershëm për infrastrukturën e rëndësisë kombëtare. Të njëjtat burime bëjnë me dije se një nga opsionet më të mundshme është rikthimi te projekti alternativ, ku një segment i rrugës do të kalojë mbi rrjedhën e lumit Shkumbin ose përgjatë saj, duke shmangur masivin problematik që ka shfaqur lëvizje të vazhdueshme të tokës. Situata tashmë konsiderohet një emergjencë kombëtare infrastrukturore. Bllokimi i këtij aksi ka krijuar një zinxhir efektesh të transportit të mallrave, lëvizjen e qytetarëve, shërbimet publike dhe ekonomike rajonale. Vendimarrja që pritet në ditët në vijim do të jetë përcaktuese jo vetëm për fatin e këtij segmenti, por edhe për modelin e ndërhyrjes në zonë me risk të lartë gjeologjik në të gjithë vendin. Shqipëria po përballet me një nga sfidat më serioze infrastrukturore të viteve të fundit dhe zgjidhja kërkon një vendim të guximshëm, profesional dhe afatgjatë.